Është përmbyllur procesi i numërimit të votave për kandidatët edhe në KZZ numër 5, pas një maratoni që nisi prej orës 13 të ditës së djeshme, ndërsa mbyll në orët e para të mëngjesit. Gjatë gjithë kësaj kohe procesi është zhvilluar në mënyrë të qetë, pa incidente apo problematika të raportuara. Ndërkohë, pas numërimit të 47 kutive të votimit sipas rezultateve përfundimtare të kandidatëve në KZZ numër 5, kryeson kandidati i Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Mallështore, Bardh Spahia me 1372 vota, Tedi Kopliku me 1181 vota dhe kandidati Ndo Cashta me 696 vota. Pas Partisë Demokratike rënditet e para kandidatja e Partisë Socialiste dhe deputeti aktuale Edona Bilali me 1196 vota, më pas Besmir Lesha me 668 vota, i ndjekur nga kandidati Shkëlqim Sterkaj me 550 vota. Ndërkohë tek Partia Social-Demokrate kryeson kandidati Gjulian Marku me 183 vota, Dedis Qeliku me 148 vota dhe Besnik Brahimi me 130 vota. Në ambientet e KZZ-s kanë qenë të pranishëm përfaqësues të subjekteve politike dhe vëzhgues të akredituar, të cilët kanë ndjekur nga afër çdo hap të këtij procesi. KZZ numër 5 ishte e pozicionuar në palestrën e shkollës nëntëvjeçare Xheladin Fishta në qytetin e Shkodrës, e cila përfshiu një zonë dëgjor që nis nga qendra e qytetit dhe shtrihet deri në zonën e ish-fermentimit. Është mbyllur edhe në KZZ numër 5 procesi i numërimit të votave për kandidatët, një proces i cili ka zgjatur prej ditës së djeshme në orën 1 të drekës dhe deri në orën 4 të mesnatës. Tashmë pas disa orësh kemi edhe rezultatet përfundimtare të kandidatëve, ku tek Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Mallështore kryeson me më shumë vota kandidati Bardh Spahia 1372, më pas kemi kandidatin Tedi Kopliku me 1181 dhe më pas vjen Ndo Cashta me 696 vota. Më pas vjojmë tek Partia Socialiste ku kryeson kandidatja Edona Bilali me 1196 vota. Kandidati më pas vjen Besmir Lesha 668 vota dhe i treti është Shkëlqim Sterkaj me 550 vota. Vjojmë tek Partia Social-Demokrate ku më shumë vota ka kandidati Gjulian Marku me 183, më pas është kandidati Gledis Qeliku me 148 vota dhe më pas në fund vjen edhe Besnik Brahimi me 138 vota. Ka qenë një proces i qetë në fakt ku fatmirësisht nuk është se ka patur incidente apo problematika të raportuara. Ne kemi qenë gjatë gjithë kohës me ju për të përcjellur informacionet e fundit në kohë reale dhe sa i përket rezultateve të fundit të kandidatëve të subjekteve kryesore në qytetin e Shkodrës. Për Star Plus, Saida Çopaj.